Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Pasi që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, ky muaj është një muaj që forcon lidhjet tona me Zotin. Llogaritet muaji i Kuranit, sepse Kurani zbriti në këtë muaj të shenjtë. Prandaj, në mesazhin më të fortë, më të shenjtë, e kemi në vetë fjalët e Allahut. Në mesin e të gjitha fjalëve që Allahu zbriti për umetin e profetit Muhammed, ajo e cila më tepër na duhet neve të na jep kurajo, shpresë, se gjithmonë ka një zgjidhje dhe gjithmonë ka një rikthim i cili na pret tek Allahu, është ajeti në surën Enbiya 87-88. Ngjarja e profetit Yunus. Profeti Yunus ishte profeti i cili, duke u larguar nga populli i tij, në mesin e natës, në detin e trazuar, e gëlltit balena. Pra flasim për një ngjarje e cila nga gjitha anët pret dhe ka një pashpresë, një ankth, një stres. 3 errësira: nata e errët, deti i trazuar dhe barku i balenës, që simbolizojnë një vetmi dhe një burgim, që njeriu nuk ka zgjidhje, ose të paktën ashtu duket. Dietarët thonë, pjesa e natës është thot e ardhmja jonë, errësira e natës, sepse edhe ne të ardhmen nuk e dim, çfarë na pret nuk e dim, çfarë do të ndodh nuk e dim, dhe ashtu si ajo nata e errët, edhe e ardhmja jonë përmban diçka të tillë. Ndërsa deti i trazuar është thot bota në të cilën jetojmë, sepse bota në të cilën ne jetojmë, njëjtën mënyrë i përfshin të gjitha sendet, njerëzit, kafshët, problemet, streset, fatkeqësitë. Ashtu edhe deti mban brenda vetes çdo gjë e cila hudhet ose ekziston në të. Dhe barku i balenës, njeriu i ngelur në vetëm me epshet dhe kënaqësitë që ja kërkon epshi të realizojë. Prandaj, në bazë të dietarëve që e komentojnë ajetin kuranor, thonë se gjendja jonë është më e rëndë se e Yunusit. Errësira e Yunusit rrezikonte 100 vjetët e kësaj bote, ndërsa errësira jonë rrezikon ahiretin. Duke u bazuar në këto ajete kuranore, Hazreti Yunusi në momentin më të pashpresë e madhëroi para Allahun xhaleshanuhu, duke thënë: La ilaha illa anta subhanaka, nuk ka zot tjetër përpos teje, i patëmeta je ti o Zoti im. Inni kuntu mine dhalimin, me të vërtet unë u bëra nga të padrejtit. Pjesa e parë është madhërim për Allahun. Në realitet, Yunusi a.s. tregon se çdo gjë të cilën ne e bëjmë, nuk ka të bëj se Zoti nuk do të na mëshirojë, sepse mëshira e tij përfshin qiejt dhe tokën. Prandaj, më në fillim ai drejtohet Zotit duke e madhëruar, duke treguar se i mbështetet fuqisë së tij, dhe më pas bëhet rrëfyes i gabimit të vet. Sepse gabimi, përveç se është një mëkat i cili mund të realizohet, është një padrejtësi që ne ja bëjmë vetes tonë, sepse Zoti njeriun e krijoi si mëkëmbës në tokë. Prandaj, çdo gabim të cilin ne e bëjmë, është padrejtësia që ne ja bëjmë vetes. Andaj, edhe Yunusi ashtu i drejtuar Allahut. Me të vërtet, unë i bëra padrejtësi vetvetes. Prandaj kërkojmë mbështetjen tek Allahu. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çdo musliman i cili i drejtohet Allahut me këtë dua, me patjetër do t'i pranohet duaja. Përmendet në Hakimi, në Mustadrek. Por në të njëjtën kohë, ky ajet sikur tregon edhe njohshmërinë e Allahut. Tham se mesazhet e Allahut janë në të gjitha ajetet kuranore, por ky ajet të cilin e zgjodha, realitet brenda vetes mban dhikrin e Allahut që duhet të përmendet, mban shpresën tek Allahu që asnjëherë nuk duhet të shembet, dhe në të njëjtën kohë mban dëshminë se Allahu është i vetmi dhe një. Sepse në të 3 errësirat që gjende Yunusi a.s., vetëm një fuqi e cila mund t'i depërtonte të 3 errësirat mund t'a shpëtonte. Mendojeni, një anije e cila ka ngelur sot në shekullin 21 në mes të një deti të hapur, në errësirën e natës. Në të njëjtën kohë është domethënë një det i trazuar. Cila teknologji në shekullin 21 do të mund t'a shpëtonte? Asnjëra. Prandaj,
ajo fuqi e cila do të shpëton të Yunusin a.s. duheshte që gjykimi i saj të ecë drejt errësirës së natës dhe ta shpoj atë, të ecë drejt errësirës së detit dhe ta largoj atë, dhe të ecë drejt errësirës së barkut të balenës dhe ta largoj atë. Ashtu si brengat dhe problemet tona që neve na deportojnë në jetën tonë. Prandaj, ne kur i drejtohemi Allahut, i drejtohemi me shpresën që ju drejtua Yunusi a.s. Le të jetë ky muaj i Ramazanit, një muaj në të cilën ne do të rikujtojmë mëshirën e Allahut, do t'i pranojmë gabimet që i bëm dhe do të kërkojmë faljen tonë tek Allahu, sepse ai asnjëherë nuk na i kthen duat bosh. Agjerim të pranuar.